Abdullah ibn Unais. Ki Abdullah ibn Unais, ki sahabiu i ri, pejgamberi sallallahu tha xhenet li. Ki është do të mund dal me këtë rastin e këtij Unaisit se ka qenë për një me trim dhe ka fitu shumë. Wallahi, ki Unaisi thot një ditë për ditëve thot pejgamberi sallallahu dëgjoi për Khalid ibn Sufjan al-Hudhali, një nga mushrik që e shajte pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, falte fjalë të këqija, e shante fejen dhe u tallke me fejen islame. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, kush ma sjell tha kokën e këtij Khalid ibn Sufjan al-Hudhailit, prej sahabe ishin plot. Por pejgamberi sa tha, kush ma bje krijen e këtina, admanahul janna, ja garantoj atij xhennetin. Thot subhanallah, thot pranoi, thot ki Unaisi edhe shkoi, thot për me shku, thot prej Medine ishte ai në Mekë. Thot ai kish përgatit 1000 ushtar me deve, me sen çka me ardh me mbyt pejgamberin alayhis salam Medine. Domethënë me ardh me bë luftë. Edhe ki shkon edhe kushëm se i ka hub deve duke kërku atje, thot çka jeni mbledh dhe çka hub deve, thot kush jeni ju, thot çena do bo, thot me shkuat Muhamedit me shku me mit. Se kis po tregon se është musliman. E thot kush është ai kryesori, komandanti, thot Khalidi, thot ku e ka shatorin se se di, thot filan vendi, dhe hulen aty kur e shat Khalidin zatekët me ata, thot une thot ku mardhen edhe une me luftu atë Muhamedit, thot ahla wa sahlan al-arab, thot mirë se erdha arab, hajde të une. Ki tha une du sot ta kaloj natën me tije. Ki tha me kushta, çka ki ti? Tha une tha jam, tha di poezi. A ki, do më thonë kretë arabët e kanë pas me rak shumë poezien. Edhe në hinë shator, kini poezi, ajni poezi, kini poezi, ajni poezi, kini një strof, ajni strof, deri sa i zë gjumë i ketë ushtartë. Mbet vetëm kje dhaja, ishe që bëhet shumë vonë, thot e hajë po pushojnë a pak se nese të muqu në rrugë edhe kina udhë madhe. Edhe bin me flet, po si të këti të mshelta, po jo në gjumë. E pre deri sa flenaj. Vetëm e nxerë shpatën, edhe ja he kryen, në ti njastik tak, edhe ja merë ja shtin në torp, edhe thot hika. Wallahi thot më ka shku udhtimi thot 10 ditë. Thot natën heçha, ditën flesha. Natën heçha, ditën flesha që mos ta zojnë rrugës. Ishte ja bere pejgamberi alayhis salam kryen. Thot më kapi uria, më kapi thot etja, vetëm se Allahu e din. Kur afrova erdha te pejgamberi ishte në xhami, thot rrethin e sahabëve, thash ja Rasulullah ta pruna bakshishin. Ta pruna dhuratën. Kur e qel pejgamberi alayhis salam ata i thot merre ka një shkop pejgamberi sa afër, thot merre çket shkopin, ti je në xhenet le. Edhe ti me çket shkop ki mu mbështet në xhenet, edhe shumë pak njerëz janë në xhenet që mbështeten me shkop. Hinë xhenet, argument ka me qenë çki shkopi, edhe ti ki mu mbështet, edhe shumë pak njerëz i ka që mbështeten në xhenet. Do të thonë çka Musa alayhis salam me shkopin e vet, Isa alayhis salam, pejgamberi alayhis salam, Ibrahim alayhis salam. Wallahi thot ki thot hecke me ke shkopin me veti, flej ke shkopin e kish me veti, u fal ke shkopin e kish me veti, thot u la me atë shkop edhe u bot çefin edhe shtinë në vorë me atë shkop, edhe kur do të ringjalla thot me atë shkopin para Allah subhanahu wa taala. Në më thonë ki ishtë një trim që pejgamberi sa më tha hinë xhenet me shkop, shumë pak ka njerëz që mbështeten në shkop në xhenet.